Fenomeni Shkodran Luiz Eli sapo ka befasuar me reagimin e tij kundrejt shqiptarëve që i kanë kërkuar që të bëhet pjesë e politikës. Ai ka bërë një reagim në profilin e tij Instagram ku shpjegon arsyen se pse nuk do të jetë pjesë e politikës shqiptare, madje kërkon edhe falje për këtë. Shkodrani i zemrës sapo ka goditur edhe njëherë shpirtin me fjalët e tij të sinqerta dhe shumë të ndjera. Të gjithë janë ende duke e lexuar deklaratën e tij dhe ende nuk po e besojnë që ai ka reaguar lidhur me zërat dhe kërkesat që janë bërë vazhdimisht për përfshirjen në politikë. Shumë prej tyre po e duartrokasin për shpjegimin të jetë të qartë që ka dhënë dhe e kanë vlerësuar arsyen e tij duke edhe e mbështetur për mos përfshirjen në politikë. Ja se cila është deklarata e tij e fortë, të shumt janë ata që më kërkojnë të hyj në politikë. Mbase nga që më shohin si zë që dëgjohet apo si një njeri që nuk ka frikë të flasë. Unë nuk kam ardhur në këtë jetë për të ndarë njerëzit, por për t'i bashkuar. Nuk dua të jem arsyeja pse njerëzit zihen mes tyre, kur gjithçka që dua është t'i bëj të buzëqeshin bashkë. Unë besoj te muzika, te dashuria, te forca e një fjale që shëron dhe jo që përçan. Politika kërkon të zgjedhësh një anë. Unë kam zgjedhur njeriu. Nuk dua të jem i një krahu, kur mund të jem krah për të gjithë. E kam parë se çfarë bën politika me njerëzit. Si u ndryshon syt, zemrat, fjalët. Nuk dua pushtet mbi askën. Dua t'i mbaj duart e lira që të përqafoj, jo të nënshkruaj vendime që lëndojnë. Nuk dua zyrë, dua skem. Ndaj, më falni nëse ju kam zhgënjur duke mos u bërë pjesë e politikës. Kjo është mënyra që unë kam zgjedhur për të mbrojtur atë që dua më shumë, njeriun, familjen, artin, fjalën e lirë dhe vetveten. Kjo ka qenë edhe deklarata e befsueshme që fenomeni Shkodran Luiz Eli ka bërë para pak minutash. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente të jetë pozitive për të edhe pse do donin shumë ta kishin dhe ta shihnin pjesë të politikës. Kushto që e ka parë reagimin e papritur të Luizit nuk ka mundur të mos reagojë. Shkodrani duket se nuk dëshiron as pak të përfshihet në diçka që ai e konsideron përçarje dhe kjo është tejet e çmuar për shqiptarët të cilët e vlerësojnë jashtëzakonisht atë. Me siguri shumica prej mbështetësve të tij edhe janë mërzitur pak pasi dëshira e tyre e madhe për ta parë djalin që u ka marrë zemrat brenda politikës si një lider për ta nuk do të bëhet ndonjëherë realitet dhe këtë gjë sapo e ka vulosur fenomeni Shkodran me deklaratën e tij të bujshme e cila ka surprizuar pafund njerëz. Emocionet pas kësaj deklarate janë të shumta dhe të gjitha mediat e portalet po e shpërndajnë me një shpejtësi marramendëse reagimin e tij duke qenë edhe e para që Luizi ka bërë deri më sot lidhur me këtë temë kaq të nxehtë dhe sigurisht të jetë rëndësishme për ndjekësit e tij.